Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë që të lusim së bashku mbrëmsorën e dytë, sot e kremtja e zemrës së Krishtit. O hy më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Krijuesi i lumi shekullit, o Krisht shëlbuesi i të gjithëve, ndriçim nga drita e Atit, hyj i vërtet prej hyjit. Të shtyu dashuria jote, të marrësh trupin e vdekshëm, si Adam i ri të ktheje, çka pat humbur i vjetri. Ati dashuri, krijuesi e dhënës i tokës, detit, yjeve, i erdhi keq për fajtë të parve dhe na i këputi prangat. Mos ju ndaft zemrës tënde forca dashurisë ndritur. Nga kjo gur, nxjerrshin kombët, hirin e shlyerjes së fajeve. Për këtë heshtën e hidhet dhe për këtë vuajti plagët, që ne ndyrsin të na lante me gjak e ujë të rjedhshëm. Ty, Jezus, të qof lavdia, që zbraz në zemër hirin, me Atin dhe me Shpirtin, ndër gjithë shekujt burim jete. Amen. Antifona e parë. Sundo Zot në mes të armiqve të tu, zgjedha jote është e lehtë. Psalmi 110. I tha Zoti Zotit tim, rri në të djathtën time, derisa ti vë armiqtë e tu, shtroj për këmbët e tua. Skeptrin e pushtetit tënd, Zoti do ta shtrin nga Sioni, sundo midis armiqve të tu. Ty të përket më i larti pushtet në ditën e fuqisate në shkëlqime të shenjta, nga krahrori para yllit të dritës unë të linda. Zoti u përbetua, asesi s'do të pendohet. Ti e prift për amshim në mënyrën e Melkizedekut. Zoti është në të djathtën tënde, i dërmon mbretërit ditën e zemrimit të vet. Në udhtim ujë do të pi prej projt, prandaj lart do ta ngrej kokën. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. sundo o Zot në mes të armiqve të tu, zgjedha jote është e lehtë. Antifona e dytë. Hir dhe mëshirë është Zoti, ai u dha ushqim atyre që e druajnë. Psalmi 111 rreshtat 1 deri 10. Lavdi veprave të hyjit. Me gjithë shpirt do ta lavdëroj Zotin në kuvendin e të drejtëve në mbledhjen e tyre. Të mëdha janë veprat e hyjit, për t'u shqyrtuar prej atyre që i duan. Stolia e shkëlqim është vepra e tij, drejtësia e tij qëndron në shekuj të shekujve. Unë ngre përmendore mrekullive të veta, i mëshirshëm e mëshirdhënës është Zoti, u jep ushqim atyre që e druajnë, kurse harron beslidhjen e vet. Popullit e vet ja kumtoi fuqinë e veprave të veta, duke u adhuruar pronën e paganëve. Veprat e duarve të tij janë drejtësi e besnikëri. Urdhërimet e tij janë të vërteta, të qëndrueshme në jetë të jetëve, të themeluara mbi të vërtetën e drejtësinë. Shpërblimi dha popullit të vet, beslidhjen e vet e bëri të amshueshme. I shenjtë dhe i tmerrshëm është emri i tij. Fillimi i dijes është frika e Zotit. Janë të mençur të gjithë ata që veprojnë sipas saj. Lavdia e tij qëndron për amshim. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Hir dhe mëshirë është Zoti, ai u dha ushqim atyre që e druajnë. Antifona e tretë. Që qengji i hyjit, që ai që i shlyen mëkatet e botës. Kënga man nga letra drejtuar Filipianëve kapitulli 2 rreshta 6 deri 11. Krishti Jezus, edhe pse me natyrë hyj, Barazinë e vet me të nuk e çmoi si një visar që smundet pa të. por i amohoi vetvetes E mori natyrën e shërbëtorit dhe u bë ngjashëm me njerëz, dhe për kahpamja jashtme duke i vetëm njeri. e përuli vetveten duke u bërë i dëgjueshëm deri në vdekje. Mu deri në vdekje në kryq.
Prandaj edhe hyi e lartësoi tezve, dhe i dha emrin që është mbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë i atyre që janë në qiell, në tokë e në nën tokë. dhe çdo gjuhë të dëshmojë. Jezu Krishti është Zot. Në nder të hyjit atë, Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Qeqengji i hyjit, ai që i shlyen mëkatet e botës. Leximi i shkurtër letra e Efesianëve kapitulli 2. Hyji i pasur me mëshirë, në sajt e dashurisë së madhe, me të cilën na deshi ne që ishim të vdekur për shkak të fajeve, na ngjalli bashkë me Krishtin. Ju jeni të shëlbuar me hir, dhe bashkë me të na ngjalli dhe na vendosi në qiell në Krishtin Jezus, që me mirësinë e tij ndaj nesh në Jezu Krishtin, ta tregojnë në shekujt e ardhshëm pasurinë e patregueshme të vetën. Përgjigja e shkurtër. Krishti për dashuri na ka pastruar nga çdo faj me gjakun e vet. Krishti për dashuri na ka pastruar nga çdo faj me gjakun e vet. Bëri prej nesh një popull mbretërish, me shtar për lavdinë e Atit, Me gjakun e vet. lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Krishti për dashuri na ka pastruar nga çdo faj me gjakun e vet. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Zoti na pranoi në zemrën e vet, duke e kujtuar mëshirën e vet. Kënga e Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im e harej brohorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvuajt, që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyji i gjithëpushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni më brezni, për ata që druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarëve, I rrëzoj princat prej froneve të tyre, e i lartësoi të përvojturit, me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duarthat, I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet, duke sjellë në mend mëshirën, si u apati premtuar etërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Zoti na pranoi në zemrën e vet, duke e kujtuar mëshirën e vet. Lutjet e besimtarve. Ti lutemi Krishtit që t'u jap paqe dhe freskim shpirtrave tanë. Mbret mirësie, ki mëshirë për ne. O Jezus, zemra jote u shporua me hesht dhe prej saj rodhen gjak dhe ujë që i japin jetë kishës, nusës sate. Bëja atë të shenjtë dhe të panjoll. Mbret mirësie, ki mëshirë për ne. O Jezus, tempulli i shenjtë i hyjit, i rënuar prej njerëzve dhe i rindërtuar prej Atit, bëj që kisha të jetë shenjtëroria e gjallë e lavdisë sate. Mbret mirësie, ki mëshirë për ne. O Jezus, mbret dhe qendër e të gjitha zemrave, na e trego mëshirën tënde, ripërtrije me njerëzit e kohës son, beslidhjen e dashurisë sate. Mbret mirësie, ki mëshirë për ne. O Jezus, paqja dhe pajtimi ynë, që me anë të kryqit shkatron çdo armiqësi dhe na bashkon në të vetmin njeriu në ri, bëj që të jetojmë në bashkësi me ty në të vetmin shpirt. Mbret mirësie, ki mëshirë për ne. O Jezus, për shkak të dashurisë së madhe u bëre i dëgjueshëm deri në vdekje. Bëje pjesëtar të lavdisë sate të gjithë ata që vdiqën duke shpresuar në ty. Mbret mirësie, ki mëshirë për ne. Ati ynë që je në qiell, u shejtrofte emrët, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë,
e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi, o Hyj i gjithëpushtetshëm, po e nderoj me gëzim zemrën e birit tënd të dashur dhe po i përkujtoj mrekullitë e dashurisë së tij ndaj nesh. Bëj të fitojmë prej këtij burimi të pashtershëm begatinë e hireve të tua, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.